Unë e thash është dikun 50% i investimeve kapitalet komunës Kodiacë që shkojnë mbrana një viti, domethënë në emër të kësaj kontrate kolektive. Prandaj është një shumë bajegi e madhe. Mirë, nga një pyetje të fundit kam kryetar Bulliçi, faleminderit shumë, po më duhet ta kornizoj emisionin, kam shumë panelistë në studio. Nga një pyetje të fundit për zotin Idrizi dhe zotin Latifi, por me nga një fjali të shkurtër ju lutem. Ndjeni që jeni diskriminuar nga qeveria Kurti? Zoti Latifi? Po, natyrisht që komuna jonë ka kërku në vazhdimësim shteti, ka adresu kërkesa, nevoja për projekte, nuk mund të themi që jemi krenar për mbështetjen që kemi marrë. Zoti Idrizi? Ja, që jemi sinqert, kom pas në pashpërnim me shkëlqyshur me Ministritë të Linjës, se nuk kam pas në diskriminim. Kam realizuar projekte disa me mjetet Ministritë, disa me bashkëfinancim. Ajo që unë e zgjërë, këmë shprejsh shqetësimin, ka qenë, do me thonë kjo kontrata kolektive të kërmenit e profesor Bulliçi që në vënd që ti kanë meritu këto mjete, por ju në këtë formë. Sepse kanë pagu shumë për avokatët për të mbaru, pjesën më të mëllë ty ne kanë morë avokatët, apet në qenë bënë zërë kanë me pak mjete. Knatësi shumë që ju pata që të tre kryetarëve, zoti Bulliçi, faleminderit shumë për minutat që ndave me ne. Zoti Latifi, faleminderit shumë, zoti Idrizi, faleminderit.